Sonte finalja e madhe e Big Brother VIP Albania 4. Kush do ta fitoj këtë edicion? Në mes Rozanës, Gjestit, Laertit dhe Eglit. Sonte na pret një prime zjarr. Po besoj që kush do që ka përcjell Big Brotherin deri me tani, me pa durim po e presin dyshën e fundit e normalisht edhe fituesin e këtij edicioni. Sa i përket fituesit, na veç pedim që s'ka pretendent tjetër për çmimin e madh përpos Gjestit. Po hajde pi komentojmë pak lojën e 4 finalistave, edhe në fund ku ju tregu një surprizë shumë të madhe që na pret si shikues sonte në Prime. Nalëm pak te Rozana. Okej, ka tregu një femër të fortë, ka ditë me kanë në qendër të vëmendjes, edhe duhet me e cek që ka bërë çmos mi nxjerr sa ma keq që mundet kundërshtarët e vet. Unë e pata vlerësu si lojtare, ama momentin që bëj ke loj me Olën me nxjerr Gjestin si manjak e si ngacmues i femrave, këtu ka hu pik për menimin tem, edhe të ne si publik që i kemi pa, se ai moment u pa çpërnda me të madhe, qysh i punojke senet mas shpinës së Gjestit, a në ftyrë folke komplet tjera sene. Laerti përpos figurës televizive që e ka pas para se me hy në Big Brother, si personazh i dishëm, dalje të shumta nëpër studio televizive, nuk është që ka bën naj lojë të madhe, ose nuk është që ka bën çaq shumë sa me kanë finalist, po kjo është çështje tjetër. Laerti mendoj që e ka marrë në lojë raporti i tij me Rozanën. Jo, nuk njihem prej jashtë, jo tani mas disa prajmeve ki kemi pika 2 kafe bashkë, tani dilshin fotot me familjarë të tyne, se këta jetojnë me një ndërtesë. Amo nuk e di për çka ka mu muajt mend për qëndrimin e tij në Big Brother, por harrova, na shtimat mend prej mesazheve të grave që i vishin në Big Love. Egli prej fillimit është komentu në publik si finaliste, se me fillim me tregoj një karakter të fortë në lojë, gjatë që ma herët Egli nuk e kishum njoft për këtë pjesë. Edhe pse doli me vetë dëshirë, u rikthy brenda shtëpisë, ku mendoj që janë kanë dyshja perfekte me ato uljet e ngritjet e tyre me Gjestin. Për krejt sakrificën që e ka bën brenda asaj shtëpie, e ka merituar të paktën në finalen. Tash nalëm te fituesi që pa diskutim është Gjesti, edhe s'ka tjetër. Me hyrjen e tij, Bigu ka thyr rekordet të shikueshmërisë. U kanë tepër i durueshëm se e dim krejt se çka ka përjetuar prej banorëve të tjerë brenda këtij formati. Është tregu lojtar këgja i fortë që shpesh i nxjerrke prej vetes banorët me gjestet e tij. Edhe besoj që formati i Bigut është ky, loj nervash pra. S'ka faj që bishin në gropat e tij. Kështu që s'pe livdoj ma shumë se e di që edhe ju vet e dini që një dhe i vetmi e fiton. Qofse si bojnë pa drejtësi, do më thonë. Edhe diçka të fundit, a e dini çfarë surprize na pret sonte? Gjesti e publikon këngën e re me Emra Bra, që e ka krijuar brenda shtëpisë, kështu që s'bën me humb këtë moment. Biles, kënga u bë këgja virale në rrjetet sociale hale pa dalë.